Mirëmbrëma shikues të nderuar. Spektri Podcast në emisionin e fundit dedikuar për Ramazan kemi mysafir special nga Kosova. Sonte në studion e televizionit Spektri është kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Hoxha Vedat Efendi Saiti. Hoxh, faleminderit që ke pranuar të jesh në studion tonë. Faleminderit juve për ftesën, kjo është nder dhe privilegj për mua që të jem sonte në emisionin tuaj dhe në kanalin tuaj. Kryeimam, shumë shpesh të shohmi që jem vizit Lugin, domethënë përveç Ramazanit edhe jashtë Ramazanit je pjesë e ligjëratave, shoqërimit me hoxhallarët e Luginës. Çka të lidh me Luginën? Me Luginën na lidh çdo send, edhe çdo gjë na lidh me Luginën, nga që ne e konsiderojmë pjesë organike tonën, Luginën dhe pjesë të pandashme trupit edhe në trungut ton shqiptar edhe institucional si Bashkia Islame, prandaj edhe prezenca jonë si Bashkia Islame, institucioneve tona, përfaqësuesve të bashkisë është tregon edhe për kushtimin e madh që e ka Bashkia Islame për Luginën edhe kujdesin që ne duhet ta kemi veçantinë me Luginën. Edhe unë personalisht, ndoshta edhe që edhe pse jam nga Gjilani edhe kjo afërsia edhe gjeografike që kemi pas me Luginën, edhe kjo më ka bërë që unë të jem më shumë i lidhur me Luginën edhe të vizitoj edhe e kam si prioritet që të jem gjithmonë pranë vëllezërve tanë në Luginë, pranë dy këshillave të Bashkisë Islame që i kemi këtu edhe në Preshevë edhe në Bujanovc. Edhe prandaj e ndi për obligim moral njerëzor e fetar që të jem pranë edhe të mbështes edhe të përkrah edhe projektet që i kanë efendiler këtu, edhe punët, edhe për çka do që ka mundësi, edhe të ndihmojmë edhe të ofrojmë ndihmën tonë për aktivitetet që kanë, unë mundohem që gjithmonë të jem prezent. Prandaj edhe ne kemi gjetur një bashkëpunim të shkëlqyer, me thënë drejtën, edhe me Këshillin e Bashkisë Islame këtu në Bujanovc, po ashtu edhe me Këshillin e Bashkisë Islame në Preshevë. Sfundmi para disa ditëve kemi qenë edhe në Preshevë, kemi pas një organizim edhe kemi pas një promovim, një libri mbi jetën dhe veprën e Mullah Fejzullah Efendi Salihut, një prej dietarëve hoxhallarëve të vjetër që kanë lënë gjurmë pashlyeshme në kulturën tonë fetare edhe kombëtare. Sonte kemi qenë në iftarin organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Bujanovc, e që ne zakonisht prej kur e kam marrë edhe detyrën e kryemamit, jam zotuar edhe kam vënë vetë si objektiv që për çdo Ramazan të jem prezent edhe me këto iftarët, edhe me këto organizimet, edhe me ligjëratat edhe vizitat që i bëjmë nëpër xhamitë të Luginës. Kjo meqense me prejardhje nga Gjilani, Bashkia Islame e Kosovës apo mos thom shfrytëzon, po ndoshta apo ju përdor për të qenë një lidhje e fortë me bashkësitë fetare, bashkësitë islame këtu në Luginë, që lidhja të jetë e pandërprerë. Po besoj që po, ata ma kanë besuar dhe ma kanë këtë emanet, ma kanë vënë qafë, me thënë drejtën, edhe padyshim se edhe kjo afërsia gjeografike, ndoshta edhe mentaliteti na ka bërë që ne të njohim edhe njohim edhe terrenin, edhe realitetin e Luginës, ndoshta më mirë krahas dikujt që mund të jetë për shembull nga Dugaxhini apo nga një pjesë tjetër e Kosovës, edhe pse nuk është shumë larg Lugina, mirë po besoj që Bashkia Islame sikur këtë përgjegjësi ma ka qitë mund në qafë, që thonë, edhe ta ka besu. Ma ka besu, faleminderit edhe atyre për besimin, po të njëjtin kohë, dhe për te asaj, do thot personalisht e kam atë bindje që ne duhet fuqizojmë edhe të përkrahim edhe mbështetin institucionet tona që i kemi këtu në Luginë, edhe të përkrahim edhe iniciativat edhe projektet që kanë dy këshillat dhe efendilerët në Luginë. Po përveç bashkësive fetare, Bashkia Islame e Kosovës tenton përmes bashkësisë islame këtu në Bujanovc dhe në Preshevë të punojnë ndonjë projekt apo të ndihmoj edhe për natë ruajtjen e identitetit kombëtar? Me thënë drejtën, ne kemi realizuar disa projekte viteve të fundit edhe kohëve të fundit edhe përmes këshillave që i kemi këtu, mirë po edhe me qeverisjen lokale. Kemi pasur një bashkëpunim shkëlqyer me kryetarin Arifi,
po ashtu këtu në Bujanovc, po ashtu edhe me qeverisjen lokale, do thot me komunën edhe në Preshev, në realizimin e disa projekteve kulturore. Ne kemi ofruar bibliotekën tonë, se kemi një numër të madh të librave të shqip, që një pjesë të madhe të atyme, do thot gjitha ato tituj ne kemi dhënë bibliotekave të Këshillat të Bashkisë Islame, po ashtu kemi dhënë ato libra edhe për bibliotekat e qytetit, edhe po besoj që jo vetëm këto, mirë po edhe në Maltëzi, edhe ku kemi edhe një pranin, do thot vëllezërit tanë në Maltëzi, në Ulqin, në Tivar, në qendrën islame në Bar atje, po ashtu edhe në Plavë dhe në Gusi kemi pajisur gjitha ato qendra islame dhe komunat edhe bibliotekat komunale me literaturën tonë që është botuar nga Bashkia Islame e Kosovës, thjesht edhe për të forcuar edhe identitetin kombëtar, që edhe ata ta ruajnë gjuhën, ta ruajnë kulturën edhe traditën edhe kombëtare, por në njëjtën kohë edhe të vetëdijsohen për vlerat dhe për mësimet e fesë tonë të pastër të vërtetë. Me qenë se tash po jetojmë në për kufira të ndryshëm, kemi shqiptar, po normal që jemi të lidhur me bazë kryesore në Kosovë, me Bashkinë Islame të Kosovës, po kemi shqiptar në Lugin, Maqedoni, në Shqipëri, e përmende edhe në Maltëzi. A mendojnë se shqiptarët po arrin të ruajnë vlerat fetare, vlerat kulturore përkundër globalizimit të hapshëm që ka kapur? Unë po besoj që shqiptarët ja kanë arrit që dalin të suksesshëm përballë këtyre sfidave, edhe të globalizmit, edhe liberalizmit, edhe neoliberalizmit, mund ta quaj ashtu. Edhe po besoj që edhe bashkësitë fetare në këtë drejtim kanë treguar një maturie dhe vetdije të lartë, sidomos në fushën e bashkëpunimit që kanë pasur në fushën e arsimit fetar, në fushën e kulturës fetare, edhe bashkëpunimit edhe në aktivitete tjera, qoftë ato bamirësie apo edhe nga fusha tjera. Unë kur e përmenda banë leziune, sapo mund t'ju njoftoj se në para 2 ditësh vetëm kam qenë atje në iftar, kemi shtruar iftar si Bashkia Islame edhe në Ulqin, edhe në Kraj, dhe jemi prezent edhe atje thjesht për të ruajtur identitetin ton fetare kombëtar, nga që atë kemi obligim dhe duhet të krenohemi me atë dhe ato vlera që janë trashëguar nga brezat e mëhershëm, nga pararësit tanë, edhe ato vlera dhe ato virtytet kombit ton ne duhet t'i ruajmë, t'i çmojmë dhe t'i kultivojmë, edhe të punojmë më shumë që ato të përçohen dhe të kumtohen edhe te brezat e ri, nga që vetëm ashtu mund ta ruajmë edhe identitetin ton kombëtar fetar, nga që ato kemi obligim edhe kemi përgjegjësi edhe para të madhit Zot që të ruajmë gjuhën, që të ruajmë traditën, që të ruajmë traditën pozitive të popullit ton, edhe atë të avancojmë, nga që vetëm ashtu mund të ruajmë vetveten ton. Efendi, po mbetemi ende tek shqiptarët në përtroje. A mundesh me na dhoni një mendim se sa është e rëndësishme që shqiptarët, kudo që janë në përtroje shqiptare, ta kenë një lidhje sa më të afërt me bashkësitë fetare në mënyrë që të ruajnë kulturën, vlerat fetare? Unë po besoj që shqiptarët kanë bashkëpunuar edhe në të kaluar, mirë po edhe tash kemi obligim që të bashkëpunojmë, nuk është kjo çështje zgjedhjesh. Obligimin e bashkëpunimit e kemi farz, do thot me nëse mund ta quaj ashtu. Kjo nuk kemi ne komoditetin që mos bashkëpunojmë ose që tregojmë epërsi ose arrogancë ose tregojmë se ne jemi dikush, po kemi për obligim edhe për hir të gjeneratave që vijnë pas nesh, që ne të bashkëpunojmë ngushtë me njëri tjetrin. Në këtë drejtim Bashkia Islame e Kosovës ka treguar, është bashkësi lidere, po mund ta quajnë kushtimisht, me modesti po e them, edhe është pioniere në këtë drejtim, nga që ka treguar gatishmëri të lartë për bashkëpunim edhe për kushtim shumë të madh pikërisht për këtë bashkëpunim në veçanti në fushën fetare, nga që edhe përmes institucioneve tona fetore arsimore që kemi medreset dhe fakultetin e studimeve islame, ka bërë që shërbimet dhe mundësia e arsimimit pikërisht në këto shkolla të ofrojë shqiptarët më shumë, sidomos në aspektin fetar, më shumë se çdo gjë tjetër. Për shembull, ne kemi kuadër që kanë mbaruar medresen Araudin në Prishtinë, edhe nga Lugina, edhe nga Malizi, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia.
po ashtu edhe nga pjesa e Sanxhakut, gjithsesi nga Novi Pazari, sikur tash kemi edhe student që vinë edhe nga Lugina në Fakultetin e Studimeve Islame, edhe nga Shqipëria, edhe nga Malezi, edhe nga Maqedonia, dhe po besoj që ne përmes kësaj kemi dhënë shembullin më të mirë dhe më të duhur se si duhet bashkëpunojmë dhe kemi krijuar, jemi në rrugë të asaj që mund ta quaj krijimi i mendësisë islame shqiptare. Do thotë jemi drejt asaj drejt atij drejtimi që krijojmë një të menduar islam shqiptar, nga që ne kemi pasur një trashëgimi shumë të pasur, kemi pasur dietar shumë të mëdhej përgjatë shekujve prej kur ka ndriçuar drita e islamit mbi këto troje tona dhe ka ndriçuar edhe mendjen, shpirtin edhe zemrat e besimtarëve tanë. Populli unë kanë nxjerrë nga xhiri vet dietar shumë të mëdhej, ulema e mudarris që kanë njohur shumë mirë islamin, kanë avancuar në shkencat islame në gjitha fushat, edhe po besoj që ne kemi për obligim që edhe trashëgiminë e tyre mendore, intelektuale, edhe kulturore ta shpalosim edhe para tjerëve, të punojmë, të ndriçojmë edhe të hedhim dritë mbi trashëgiminë e tyre, nga që ata vërtet kanë qenë dietar shumë të mëdhej. Prandaj edhe përmenda promovimin e autobiografisë Mulla Fejzës, që është shumë i njohur në Luginë, po edhe në Anamoran përgjithësi për dijet e tij të thukta, të thelluara sidomos në fushën e jurisprudencës edhe drejtës islame, gjithsesi të fikut islam, saqë është njohur sikur fetvaja Mulla Fejzës, do thotë aq ka qenë i thelluar në fushën e fikut edhe të jurisprudencës, gjithsesi të drejtës islame, saqë ai ka qenë shembull edhe hoxhallar prej gjitha vendeve ose trojeve kryesisht të Anamoravës, edhe duke përfshirë këtu edhe Kumanovën, që është më afër si gjeografikisht, kanë ardhur dhe kanë mësuar prej tij. Po mendoj që ne kemi predispozita si popull, kemi atë pasuri, atë thesar të madh të trashëgimisë që kanë lënë ata në qoftë libra të shkruara në dorëshkrim, që ne kemi për obligim që të ndriçojmë atë pasuri, atë thesar të tyre, nga që dikush për fat të keq ndoshta pas 90-tave këtej sikur dikush ka menduar se Islami po fillon me ta ose shkencat islame po fillojnë me ta, kjo është absolutisht është qëndrim edhe mendim i gabuar për mendimin tim, po ne kemi një thellësi historike që është e thellë dhe ka rrënjtë e veta mbi 6 shekull në këtë troje, dhe po mendoj se ne duhet nisur, do thot nga ato premisa që na kanë lënë dietarët tanë, ulemaja jonë, mudarrisët tanë, e sidomos ata të kohës rilindjes, që ne të bazohemi në atë traditë fetare edhe të fillojmë prej saj, jo sikur se po fillon Islami ose po fillon bota me neve. Ky ka qenë një gabim që e kemi bërë në 90, po tani po besoj që kanë reflektuar shumë edhe prej atyve që kanë menduar ashtu. Edhe tash po fillojmë që ne po mendojmë që ne duhet të ecim gjurmëve të ulemave që kanë kuptuar me dinjitet e me integritet, edhe me devocione, me sakrifisa shumë të mëdha, kanë kuptuar fjalën e të madhe të Zotit dhe kanë bartur emanetin e Resulullahit deri te Zot në supet e veta, kanë bartur në mënyrën më të dinjitetshme. Dash Zotit që edhe ne pasojmë në atë rrugë dhe të ecim hapave që ata kanë ecë, nga që nuk ka nevojë rrugës tyre t'ja qesim provën, po vetëm të qëndrojmë në ato që ata kanë qëndru edhe përkundër vështirësive që kanë pas, sidomos në pjesën e pas luftës dytë botërore ose me tërheqjen e Perandorisë Osmane, ata kanë pas sakrifisat hatashme, flijime, kohë shumë të vështira. Po i përmend hoxhallarët e vjetër, bashkimin e tyre në kohat, në situata kur është dashur kanë qenë bashk. Tash në Luginë për shembull, e vërtet ju e dini edhe Mulla Hyseni për shembull, këto edhe hafızlar që kanë qenë nga Tërnovci, edhe Tërnovci edhe Bujanovci ka pas hafızlar, hoxhallar shumë të thellë në dije, shumë hoxhallar me nam, që edhe hafızlar që i kanë njoft krejt Kosovën, mbas edhe Shqiptaria. Hafiz Hysenin e kanë njoft mbar Shqiptaria. Hafiz Avni Aliun, që ka shërby, është mund ta quaj edhe prej pendave të ralla të Anamoravës, Gjilanit, e Tërnovsit, që
ka qenë prej të parëve, ka qenë prej antarëve të redaksisë detyrisë islame, me të ka filluar edhe detyria islame, edhe shkrimi shqip, kështu që kanë dhënë kontribute jashtëzakonisht mëdha, kohë të vështira. Po du më këti veç edhe diçka rreth bashkëpunimit institucional, ta theme. Në Serbi ekzistojnë dy bashkësi fetare kryesore, është Bashkësia Islame e Serbisë dhe Bashkësia Islame në Serbi. Njëra është në Sanxhak, në Novi Pazar, dhe njëra është në Serbi, në Beograd. Të dy këto bashkësi islame kanë përfaqësitë edhe këtu në Bujanosë dhe në Preshevë, që disa hoxhallar edhe komunikojnë mes veti edhe s'komunikojnë. Ajo që po më intereson, me qenë se sigurisht keni bashkëpunim, keni kontakt me Bashkinë Islame të Maqedonisë së Veriut edhe të Malit të Zi dhe Shqipërisë, po në Serbi keni komunikim me bashkësitë islame? Ne normal që kemi komunikim me bashkësitë islame në nivel qendror, mirë po neve na intereson gjendja e dy këshillave të Bashkisë Islame në Preshevë, në Lugin edhe në përgjithësi në Lugin, gjithsesi në Bujanovce edhe në Preshevë. Edhe në Medveç, se ne si Bashkësi Islame prej shumë vitesh, edhe imamët që janë në Medveç që shërbejnë atje, ne i mbulojmë, po ashtu edhe teologët që tani i kemi angazhuar edhe në Bujanovce edhe në Preshevë, edhe ato ne i mbulojmë edhe i mbështesim edhe i përkrahim edhe materialisht edhe financiarisht. Po sa i përket e përmende çështjen e ndarjes së bashkësive këtu në Serbi. Për neve është e rëndësishme edhe është jetike unifikimi i shqiptarëve dhe unifikimi i imamëve shqiptar. Edhe ka pas vazhdimisht kemi pasur tentativa dhe jemi munduar që shqiptarët, imamët shqiptar në Lugin të jenë bashkë. Është çështje e tyre pastaj që të vendosin se me cilën për çështje administrative, po them kushtimisht, se obligohen edhe detyrohen që administrativisht SPAKu të jenë të lidhura me një prej këtyre qendrave. Me atë të meshihatit apo me atë të riasetit. Për neve është e rëndësishme që shqiptarët të jenë bashkë, e pastaj ata të jenë të lirë të zgjedhin se me kë po bashkëpunon ose po e konsiderojnë si qendër administrative të vetën. Atë që është me qendrën në Novi Pazar apo me riasetin në Beograd. Për neve nuk ka asnjë problem. Problemi vetëm është vetëm përçarja që ka ndodhur mes imamëve tanë. Kjo është për neve është e dhimbshme, është edhe besoj që po mundohemi që dëgjojmë gjuhë të përbashkët që ulemi, bisedojmë, komunikojmë, dialogojmë, edhe të polemizojmë, po në fund të jemi unik. Kjo është e rëndësishme për neve. A është të vazhdu Bashkia Islame e Kosovës të tentu unifikimin e hoxhallarëve për shkak që arsia që po të pyes është për shkak që për momentin më duket se ka një farë parafrimit mes hoxhallarëve dhe bashkësive fetare këtu që janë të ndryshme. Bashkia Islame e Kosovës është vazhdimisht momenti. Jo, ne vazhdimisht kur asnjëherë nuk kemi heqë dorë prej Luginës. Asnjëherë nuk kemi heqë dorë prej imamëve tanë. Pavarësisht që imamët edhe mund të kenë mendime ndryshe, qasje ose këndvënshtrime ndryshme, mirë po në kuadër të gjithë këtij diversiteti neve na duhet uniteti. Përkundër krejt mendimeve të ndryshme që mund të kenë imamët, edhe duhet të kenë, nga që Zoti na ka krijuar neve të ndryshëm. Nuk mund të jemi gjithë njëjtë, nuk jemi ne pra se Zoti me secilin prej neve që ka krijuar tregon madhështinë edhe mrekullinë e tij, edhe fuqinë e tij absolute. Edhe është e pamundur që ne të jemi një mendimi. Po përkundër gjithë atij diversiteti që mund të kemi këndvështrimeve, qëllimi na bashkon, edhe çdo gjë na bashkon. Në fund duhet të jemi unik. Ne asnjëherë nuk kemi hequr dorë përkundër zërave që herë na kanë kritikuar, herë kjo është normale, ne i pranojmë, se edhe ne nuk kemi të pagabuar, as nuk kemi të pamëkate, mbas edhe ndoshta edhe ne nuk kemi qenë ndoshta në nivel. Po megjithatë ne duhet bisedojmë, duhet ulemi rrafsh për tokë me mendje të shëndosh edhe të qetë, bisedojmë, diskutojmë
edhe të arrijmë të qëllimet e tona në mënyrën më të mirë edhe me urtësi. Kur e përmende kritikat, ne këtu në Lugin Preshevës kritikat ndaj fesë, ndaj bashkësive fetare i përjetojmë duket se pak më ndryshe se sa ju atje në Kosovë si popullat. Kur fola për kritikat, mendova për kritikat se ne jemi njerëz, nuk jemi të pagabueshëm. Nuk jemi të pagabueshëm absolutisht, as nuk jemi me laç, as nuk jemi engjëj. Zoti na ka krijuar njerëz që të gabojmë. Po më i miri prej atyre që gabon, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, është ai i cili pendohet edhe reflekton edhe kthehet te Zoti. Jo se ne po i bëjmë kritik fesë, kritika ndaj fesë o diçka tjetër, po kritika ndaj institucionet duhet aty ku ka kritik, po që është konstruktive, që nuk është tendencioze, që është objektive, duhet ketë. Zëri kritik duhet me qenë vetë kritik, secili prej nesh. Po du me mbet të kritikat dhe tek Bashkia Islame e Kosovës. Ne këtu në Serbi e kemi një pasqyrë se si funksionon shteti serb, qeveria, pushteti i Serbisë, zakonisht kur kanë mungesa të temave, kur kanë kritika ndaj shtetit, ata pushtetarët e shpikin një temë me shqiptarët, me bosnjakët, me një temë e shpikim nga gjë. Duke se tema feja në Kosovë është një lloj teme që përdoret sa herë që ka probleme për një temë madhore, atëherë shpiket nga mediat ndonjë sulm apo qoftë ndaj bikut, qoftë ndaj një veçorie fetare islame. I likund kjo temelet e bashkisë islame? Jo, absolutisht jo. Ne përmendë që ne pranojmë kritikën, edhe duhet jemi vetë kritik, duhet filluar me kritik ndaj vetë vetës, edhe duhet gjetur, edhe duhet mundu me gjetë problemin nëse ka në vetë vete. Para se me kërku dikun tjetër, ne duhet nëse ka ndonjë problem që ta zgjidhim ata vetë. Nuk mund dikush prej jashtë me na zgjidh problemet tona. Ato probleme që burojnë për neve duhet me i zgjidh ne vetë. Zvje kërkush me na rregullu ato problemet që kemi. Unë nuk i besoj shumë kësaj teorisë të konspiracionit edhe komplotit se tjertë po na bojnë e ku e diçka, nuk jam shumë i asaj. Është të vërtet që dikush mundohet me grit stuhin në gotë, po stuhia në gotë betet në gotë. Nuk i te i kalon për masat e gotës. Ka dikush që dën me bo temë ose ndërsa për rrjete, për klikime, rrjetet sociale, ku diçka, po ne nuk ndikomi dhe nuk duhet ndikomi prej asaj. Nëse ka diçka që vërtet duhet diskutohet për atë, duhet debatohet edhe duhet reflektohet mbi të, na padyshim se duhet ulemi dhe nëse ka një problem duhet ulemi, bisedojmë edhe të shohim se ku është problemi, ku është zanafilla problemet edhe si të ecim përpara për ta zgjidhur atë. Mirë po jo që duhet ndikomi absolutisht për asaj. Këshillat e Bashkisë Islame në Preshevë dhe në Bujanos për shkak pozitës të këtyre dy komunave që ku jetojnë etni të ndryshme janë të përfshirë në shumë shpesh i shohim në projekte të ndryshme multikulturore ose multietnike ose multifetare. Bashkia Islame e Kosovës është e përfshihet në projekte ku ka edhe bashkësi fetare tjera? Po tash sfundmi kemi qenë me një konferencë që është organizuar nga Fondacioni Drita gjithsesi në katedralen e Kishës Katolike në Prishtinë. Para disa ditëve ne edhe aty kemi pas edhe një iftar. Ndoshta e keni pa edhe nëpër media dhe nëpër rrjetet sociale. Bashkia Islame e Kosovës që nga pas lufta e këtej gjithmonë ka qenë e angazhuar në dialogun ndërfetar, në dialogun ndëretnik, edhe ka dhënë kontributin e madh sajna në parafrimin e popujve dhe parafrimin e besimtarëve dhe bashkësive fetare. Ne edhe përkundër gjithë asaj që ka ndodhur, ne megjithatë si bashkësi shumicë dhe si institucion përgjegjës ne gjithmonë kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit me gjitha bashkësitë fetare. Absolutisht ne jemi edhe inkurajojmë edhe këshillat këtu, qoftë në Bujanovce apo në Preshevë, që edhe ata të jenë pjesë e këtyre iniciativave, aktiviteteve, pse jo seminare, konferenca ku promovohet bashkëjetesa, ku promovohet harmonia ndërfetare,
E sidomos ne si popull shqiptar që falë Zotit ne asnjëherë nuk kemi njohur, historia jon nuk njeh ndonjë incident me bazë fetare brenda kombit ton. Prandaj edhe ne si popull këtë vlerë edhe këtë vlerë të kombit ton duhet promovuar edhe duhet kultivuar edhe te brezat që vinë që të respektojmë besimin e njëri tjetrit edhe të jetojmë në paqe, në harmoni, nga që kjo është urdhër kuranor dhe urdhër fetar. Krima, me qenë se jemi në fund të muajit Ramazan, për pak ditë përfundon edhe Ramazani, si pyetje e fundit apo thirrja juaj, cila do të ishte mesazhi juaj për shqiptarët e Luginës së Preshevës? Mesazhi im kështu. Është një hadith shumë i rëndësishëm që e gjejmë që në gjitha librat islame, është hadithi të cilin e transmeton Hazreti Omeri nga pejgamberi jon i dashur, ku thotë se vërtet veprat dhe punët tuaj vlerësohen dhe shpërblehen sipas qëllimit. Po është edhe një hadith tjetër që na tregon se veprat dhe punët shpërblehen sipas përfundimit. Tash, me që jemi edhe në përfundim të Ramazanit, është shumë e rëndësishme që ne kemi filluar Ramazanin me një jetë shumë të pastër, shumë të qiltër, që të agjerojmë vetëm për hir të madhërisë të Zotit xhaleshanu. Mirë po është që e rëndësishme që edhe ta përfundojmë pikërisht me këtë jetë, se çdo gjë që ndërtohet mbi themele të shëndosha, që është një jetë i pastër, i sinqert është themeli i shëndosh. Mirë po është më rëndësi që edhe ajo që ndërtohet mbi të përfundojë mirë e bukur. Edhe me që jemi në përfundim të Ramazanit, ta përfundojmë këtë Ramazan sa më mirë, që të arrijmë gradat e larta të devotshmërisë, nga që devotshmëria është objektivi kryesor i agjërimit. Se Zoti në Kur'an në ajetin kur na obligon agjërimin, në fund edhe na sqaron edhe urtësinë sepse është obliguar agjërimi, thotë la'allakum tattaqun, në mënyrë që të arrini devotshmërinë edhe të bëheni të ndrojtur ndaj Allahut. Prandaj marr shkas këtë ajet, shpresoj edhe uroj që edhe ta përfundojmë këtë muaj duke arritur gradat e larta të devotshmërisë, nga që devotshmëria është synimi dhe objektivi kryesor i agjërimit, që përfitojmë nga mëshira e të Madhit Zot, nga falja e të Madhit Zot. Mirë po, gjitha këto vlera që i sjell Ramazani dhe begati që i sjell Ramazani, qofse ato nuk i përjetojmë edhe nuk i bëjmë të përjetuara në jetën tonë, dhe nëse ato vlera edhe begatit Ramazanit nuk reflektojnë jetën tonë, atëherë ne kemi dalë sikur të privuar nga mirësitë e Ramazanit. Nga që Ramazani na sjell rahmet, ai rahmet edhe ajo mëshirë duhet të reflektojë edhe ne të jemi të mëshirshëm. Ramazani na sjell falje, edhe ne duhet marrim nga kjo cilësi e Ramazanit edhe nga kjo begati e të Madhit Zot, që ajo të jetë pjesë përbërëse e virtyteve dhe moralit tonë, që edhe ne të falim. Se vetëm ashtu e meritojmë faljen e të Madhit Zot edhe meritojmë rahmetin e të Madhit Zot kur ne jemi të mëshirshëm edhe kur ne falim njëri tjetrin edhe jemi zemërgjër. Edhe uroj që Zoti na fal gabimet, na pranoj agjërimin, edhe dalëm prej këtij muaji faqebardh, edhe ta presin Bajramin me gëzim pranë familjarësh, miqësh, dashamirësh e gjithë antarëve tjerë edhe të shoqërisë edhe të vendit tonë. Faleminderit edhe një herë që e ndave një kohë të kufizuar për emisionin tonë. Faleminderit edhe juve edhe për ftesën, edhe për temat që i trajtuam, gjithmonë kënaqësi që të jem këtu në Luginë. Ndjehem si në shtëpi, absolutisht ndjehem si në shtëpi dhe ndjehem shumë mirë kurdo që jam prezent në Luginë, në Bujanovës, në Tërnovës, në Preshevë, në xhamit, pranë xhamateve tona, pranë vëllezërve tanë, është ndjesi edhe kënaqësi e veçantë. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Shikues të nderuar, patëm krejmamin e Bashkisë Islame të Kosovës, Hoxhën Vedat Efendi Saitin, me të cilën diskutuam për temën e lidhjes së Bashkisë Islame Fetare të Kosovës, Bashkisë Islame të Kosovës me këshillat e bashkive islame në Bujanos dhe në Preshevë, por edhe në përgjithësi me temat sociale. Ndryshe kjo është emisioni jon i fundit kushtuar Ramazanit në podcast. Ne do të vazhdojmë me tema tjera pas Ramazanit, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin ton fetar deri në fund të Ramazanit.